këtë pjesë të Wake Up flasim pak për teknologjinë që pa diskutim është e ardhmja e gjithnjë edhe më shumë rritet interesi për të mësuar rreth saj. Ka një tendencë në rritje të rinjve, por dhe profesionistëve të fushave nga më të ndryshmet që të bëhen pjesë e teknologjisë dhe risive inovative. Por se si afrohen dhe sa u afrohen eventeve të ndryshme teknologjike të rinjt, ne do të mësojmë sot, sepse për herë të parë është bërë një studim me mbi 400 të anketuar dhe në këtë studim kanë dalë rezultate se sa të angazhuar janë të rinjt për të afruar në teknologji, në të tilla evente, por dhe në industrinë kreative në vendin tonë. Në këtë mëngjes kemi dy bukuroshe të ftuara. Kemi Silva Bashlarin, e cila është kërkuese shkencore e jashtme, nëse mund ta quajmë, ndërtuese e komuniteteve teknologjike, gjithashtu një studente masteri në Torino, dhe Lorena Gjana, koordinatore e C4 Communities. Mirëmëngjes goca. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në program, është kënaqësi që ju kemi këtu. Po nga kjo që keni parë në terren, janë shqiptarët ose të rinj shqiptarë të etur, të prirur, të kuriozuar nga teknologjia? Të filloj. Mendoj që janë shumë të etur, sidomos pastaj nëse dalim jashtë Tiranës, por akoma në Tiranë ne në aktivitetet që zhvillojmë në përgjithësi ose komunitete të ndryshme të fushave ose nën sektorëve të teknologjisë, sheh që ka një etje shumë të thellë për njohuri të reja dhe për njohuri që janë të thelluara në fushat specifike. Pjesëmarrja është gjithmonë në rritje për aktivitete që kanë le të themi, për aktivitete që organizohen me një impakt pak më të menduar për ata që marrin pjesë në aktivitet. Është krijuar klima edhe ai kemi kushtet ne për të marrë këtë njohuri, si krahasohemi edhe me vendet e rajonit? Mendoj se vetëm këtë pyetje mund ta vazhdosh. Klima, ne kemi, le të themi, në 7 ose 10 vitet e fundit ka pasur një punë të madhe që është bërë nga entitete të ndryshme për të zhvilluar një ekosistem, le të themi, të teknologjisë apo dhe të sipërmarrjes. Sigurisht nuk jemi në nivelet e disa vendeve të rajonit që kanë kapital më shumë, kanë startupe që janë për shembull, ne që investojnë më shumë. Ne akoma nuk kemi fonde kapitale në Ballkan. Mendoj që Romania është pak më zhvilluar në këtë kontekst, por për të mos e gjykuar drejt për drejt Shqipërinë, mendoj në kontekstin teknologjik, për aftësi teknologjike edhe Kosova është pak më lart, sepse mendoj, dhe ky është deri diku një perceptim personal, është sepse jo vetëm yt në fakt, ndaj dhe unë me ty. Kompanitë në Kosovë, sidomos kanë filluar që më herët të punojnë për tregun janë më inovative, është diçka që dallohet, kanë zhvilluar aftësi më të thelluara, do thoja, dhe punojnë me tregje si Amerika, Kanadaja, ndërkohë që në Shqipëri kanë bizotëruar deri vonë tregu i Italisë, tani ka filluar Gjermania, që gjithsesi janë tregje që nuk kanë inovacionin siç e ka tregu amerikan. Po, ata punojnë për Silicon Valley, po themi, apo shërbejnë për gjëra që kanë ata. Marrim rastin nëse unë jam një ri i apasionuar pas teknologjisë edhe dua të ndërtoj startupin tim. A ka një inkubator, një akselerator ku unë mund të drejtohem? Ka pafund. Problemi është a prodhojnë mjaftueshëm këto inkubator dhe akselerator. Ka akselerator që janë përgjatë gjithë vitit, për të mos përmendur emra, por ajo që vije të re është që edhe inkubatori dhe akseleratori duhet të gjenerojë dhe më pas në përfundim të krijojë lidhje me hapin e radhës që do t'i duhet një startupi. Pra, financimi për momentin është ai që është problematika më e madhe, si ti lidhi me kapitalin këto ide. Silva, për ty brenda studimit edhe ta bëjmë edhe më të qartë për ata që na ndjekin. Në këtë studim ju keni përfshirë 8 komunitete teknologjike apo jo? Në fakt, studimi është pak më shumë, cilat janë pikat më të rëndësishme dhe ndalemi te këto. Studimi është bashkë dizenjuar me 8 komunitete, pra nuk është se unë dhe kërkuesi tjetër ulëm dhe vendosëm që këto do të jenë pyetje dhe këto do të jenë çështje që do të trajtohen, sepse duke qenë se jemi pjesë e një programi që po përpiqet i fuqizojë komunitetet e teknologjisë dhe kreative në Shqipëri, ideja ishte çfarë janë gjërat që ju doni të dini në radhë të parë. Dhe u përpoqëm që të ndërtojmë një studim, unë mendoj që është i pari, nuk e di, nuk i kemi parë të gjitha, duhet të shkojmë tek arkivat dhe të kërkojmë të tjerët, por mendoj që
ideja kryesore e studimit ishte fakti që duhet të kemi një mënyrë sistematike të qasur ndaj problematikave. Çfarë do të thotë kjo? Në përgjithësi jemi shumë anekdotial. Unë isha me një shok, më tha këtë, ai bëri këtë, pastaj unë bëra këtë. Dhe kjo është qasja strategjike, domethënë që nuk mund të ndërtosh strategjinë. Po. Në rastin më të mirë, në rastin më të keq më dëgjoj mua se ti unë. Kështu që në këtë situatë, ti duhet, domethënë, nuk e navigon dot, sepse qasja për dija personale nuk është dije totale. Ti ke nevojë për një qasje më sistematike ndaj gjërave dhe në Shqipëri në shumë hapësira ne kemi nevojë për një qasje më sistematike ndaj gjërave. Kështu që ne bëm këtë mini studim do ta quaja, sepse nuk është përfaqësues total i popullatës së Tiranës, pra që një studim të jetë përfaqësues i popullatës, duhet që demografia të jetë tamam e vendosur aty sipas të dhënave të Instatit për shembull. Ndërkohë që ne krahasuam të dhënat tona me ato të Instatit në pjesën demografike dhe shohim që kemi kapur pjesën më të re, 18 deri në 23 vjeç, po ashtu kemi më shumë gra se sa burra që janë përgjigjur, po ashtu kemi pjesën pak më shumë të edukuar në sensin e shkollimit. Niveli arsimor. Po, niveli arsimor, pikërisht. Kështu që në këtë kontekst nuk është totalisht përfaqësues, por ne kemi bërë të qartë se cila pjesë është përgjigjur studimit. Dhe çfarë ka ndodhur? Ne donim të dinim disa gjëra. Në radhë të parë donim të dinim a ka interes për këto gjëra që bëhen, që po bëhen për këto aktivitete për këto tema dhe ka interes, mund ta themi këtë gjë. Apo janë thjesht të njëjtit njerëz që organizojnë këto evente. Këtu unë do të them, unë jam një person i ri në këtë pyetjen e aktivitetit, një nga pyetjet ishte nuk janë të njëjtit njerëz, më falni. Jo, s'ka por e gjithë ideja ishte një nga pyetjet ishte nëse ti je antar i këtyre komuniteteve që kanë shpërndar, sepse kjo është shpërndar nga komunitetet. Dhe nuk e mbaj mend sa ishte përqindja, po përqindja më e lartë ishte që këta nuk ishin antar. Pra ne kemi arritur nëpërmjet studimit që të kapim edhe audienca që ishin përtej këtyre 8 komuniteteve që. Silva, po nga studimi çfarë keni kuptuar? Ku është interesi më i lartë i të rinjve? Atëherë, mund të themi që ka interes për teknologjinë në përgjithësi. Pra, atë e kemi të qartësuar. Nga ana tjetër kemi parë që preferojnë eventet fizike më shumë se sa eventet online, shumë më shumë se sa eventet online. Nuk kemi parë diferenca statistikisht relevante, pra asocime nëpërmjet gjinisë, pra nuk mund të themi që ka diferenca dramatike mes grave dhe burrave që nga pjesëmarrja në evente deri tek natyra e eventeve që ata preferojnë. Ky është një mit që është thyer, por unë do thoya mitet kryesore që janë thyer nëpërmjet studimit, nëse mund t'i quajmë të tilla, në këtë dijen kështu anekdotiale, është fakti që njerëzit zakonisht kur ti bën një event, edhe ti je një profesionist, këshilla është bëj gjërat e thjeshta, sepse nuk kanë nerva njerëzit për gjëra të komplikuara, mos u zgjat shumë. Ndërkohë është e kundërta. Në vlerësohet audienca pra. Në vlerësohet audienca dhe audienca, siç po thoshte te Lorena më herët, janë njerëz që nuk duan të rinë thjesht në kafe, janë profesionistë të rinj ose njerëz që janë kurioz për tema të caktuara dhe ata ndjen do të thënë e shikon që gjejnë hapësira që u mungojnë. Mungon dhe informacioni, siç tha Lorena, shumë prej komuniteteve nuk njihen, çdo ditë evidentohen komunitete të reja, por nga ana tjetër, një gjë që unë mendoj që është kryesore për tu theksuar, është fakti që kjo ideja që ne i duam gjërat e thjeshta, ti bëjmë sa më thjesht se njerëzit nuk kanë nerva, se duket nuk është e vërtet. Ky është një mit pra, siç e kuptova, nga ti, nëse mund të përkufizoj kështu. Po thuaj që disa nga këto eventet, jo të gjithë, po disa nga këto eventet bëhen sa për syefaqe. Do të thotë në kuptim se kjo është pak e rëndë, por dua të them të cekta. Ky është perceptimi. Për këta po thon, këta që shkojnë në këto evente thon, "Okay, shkuam këtu, por ishte pak e vakët, ishte pak e cekët." Nëse ne mund të kalojmë tek pyetja, duan të thellohen më shumë. Nëse ne mund të kalojmë në fakt tek pyetja për problematikat, nuk e di nëse e kemi grafikun në disponim. Pikërisht aty ne i pyetëm, ishte një pyetje hapur, cilat janë problematikat kryesore që ti has kur shkon në këto evente. Dhe unë bashkë me studiuesin tjetër bëm një lloj, le të themi, labeling të dhënave, pra lexuam tekstin, ky është edhe biasi ynë personal që shfaqet aty, por mendojmë që është gjenerike mjaftueshëm dhe vendosëm, okay, problemi me sa duket është ka disa njerëz që thonë eventet bëhen vetëm për çoka, por kishte shumë njerëz që thoshin pikërisht problemet me autenticitetin, atë që po thoshet ju më herët. Shumë njerëz kishin shkruar këto bëhen vetëm për çoka ose bëhen thjesht për syefaqe, por siç mund ta shihni, problematika me përmbajtjen po ashtu është e rëndësishme dhe ne kemi definuar si të tillë kur njerëzit thoshin janë shumë superfaqësore, janë tepër të thjeshta ose nuk janë praktike, nuk mjaftueshëm. Kemi dëgjuar në Instagram, po them. Po, pikërisht, pra njerëzit
duan të thellohen. Ndërkohë përqindjen më të madhe po themi e merr mungesa angazhimit. Po, kjo ishte shumë kryesore. Do të thënë njerëzit problemet kryesore që hasnin është që ose ekzistonte një lloj dizonance mes atyre që shpjegonin dhe ata që ishin aty pjesë. Pra, edhe kjo ideja që ti vetë flet, dikush të dëgjon për 4 orë, nuk ka shumë added value. Do të thënë ata kanë nevojë që të jenë interaktiv. Po, sepse duan edhe të vlerësohen. Pra nuk është vetëm më një leksion. Ata duhet të jenë pjesë e gjës. Përndryshe nëse kanë thjesht një figurë statike aty, nuk është diskutime pra gjatë eventeve. Patjetër. Po për këto ka kurse online, pastaj mund të marrësh te Coursera, po themi dhe i mëson atje pra duhet të jetë më ndërvepruese. Më ndërvepruese, po dhe pyetje, përgjigje, ushtrime. Sidomos kur bëhet fjalë jo vetëm për evente sporadike, por kur bëhet fjalë për programe apo trajnime që janë të njëjta. Që përgjithsisht perceptimi do të ishte i njëjtë. Programi, trajnimit, workshopet apo punëtorit duhet të jenë patjetër që të jenë ndërvepruese dhe audienca të ketë inputin e vet në mbarvajtjen e. Po ashtu siç mund të shohim, mungesa e një vlere transaksionale doli shumë e ulët. Kjo ishte kur njerëzit thoshin për çfarë do të vish, çfarë janë problematika që të jasë në event, nuk ka alkool, ose nuk ka ushqim, ose nuk ka lek, ose nuk ka vajza. Pra ishte edhe kjo. Nuk ka vajza. E vlerës transaksionale, se po kështu e kemi definuar, kjo ishte generalizimi, por ishte më e ulët. Kështu ndoshta personat që organizojnë evente në këto sfera duhet mendojnë të harxojnë më pak për finger food, edhe të harxojnë pak më shumë lek për përmbajtjen e gjërave. Po, këto janë evente pa pagesë apo jo? Po, kjo është një gjë që po diskutonim dhe me Lorenën pak më herët që një gjë që ndoshta nuk kuptohet ose nën vlerësohet është që shumica e këtyre eventeve, se nuk e di, nuk mund të flasim për të gjitha, por të paktën në anën tonë, unë që jam marrë me një komunitet për AI në Shqipëri për 1 vit, ne kemi bërë këtë me zero funding. Domethënë çdo gjë kemi bërë vetë, kemi marrë të folës nga Oxfordi, nga Yale, shqiptar po ashtu, vet ata kanë dashur, kanë ardhur, janë futur online dhe kanë trajnuar njerëz. Aftësia për të organizuar në formë grassroots ka limitet e veta, sigurisht. Nëse ti do të bësh një impakt në ekosistem, duhet të jenë gjëra funded. Por ajo që është e çuditshme është që ti vendos ka shumë effort në mënyrë që të ndodhi kjo gjë, dhe pastaj ti ke njerëz që janë skeptik, që kjo gjë po bëhet thjesht si përfaqësore. Kështu që ekziston edhe një problematik kulturore në këtë dimension, ose po të marr një rast tjetër. Për shumë kohësh Wikipedia në Shqip editohet nga shumë pak njerëz. Dhe çështjet aty janë të hapura me vite dhe vite dhe vite, domethënë që për redaktime. Dhe është informacioni për pambetur. Po, dhe nëse ti vetë edhe bën një editathon, që quhet, pra në mënyrë që njerëzit të redaktojnë Wikipedian, çfarë ndodh është që dikush pyet aty po sa lek do marrun që të vi aty. Domethënë ekzistojnë dhe këto raste, por nuk janë dominante siç mund ta shihnim vetë. Po, kishim edhe një grafik tjetër, regjia na ndihmon, që tregonte për motivimin për të marrë pjesë në të tilla evente dhe ishte interesante. Ne disa gjëra i shohim të bashk, po më bëri përshtypje që nëse mund ta quajmë përqindjen më të madhe, pra motivimi kryesor për të marrë pjesë në të tilla evente ishte për njohuri të reja. Po, kjo është gjë e mirë. Po, patjetër. Po, patjetër, dhe domethënë është edhe kjo ideja që të rinj nuk duan të mësojnë asgjë, janë tepër dembel, etj. Sa duket, sigurisht studimi nuk është përfaqësues, pra kjo duhet qartësuar që ne nuk është se kemi marrë të gjithë ata që jetojnë në Tiranë, edhe kemi bërë një që quhet representative sampling të popullatës. Kemi marrë disa që nuk është një numër i keq, domethënë, dhe pyetësori është plotësuar me seriozitet. Çfarë do thotë kjo? Ishte një pyetje atje, nëse ti po e lexon realisht të pyetësor, zgjidh këtë numër. Kështu që ka një lloj validiteti studimi, sepse njerëzit kishin disa njerëz që kishin zgjedhur numrin e gabuar, por ne i kemi hequr ato rreshta nga studimi. Pra ka një lloj validiteti studimi. Numri ishte shumë i vogël. Po, ishte shumë i vogël, e kanë lexuar shumë, edhe unë u habita. Shumë mirë, po në fund doja që ta kthenim këtu. Çfarë do të sugjeroni ti ju? Çfarë duhet që të ndodhi që ky komunitet, këta komunitete, sepse këtu po flasim për të ardhmen e vendit, nuk po flasim thjesht për qefin e adoleshentëve për teknologjinë. Kjo është ardhmja, kjo është ekonomia, kjo është zhvillimi. Dhe nëse ne nuk jemi në nivel me fqinjët, ne do të mbesim pas, do të vuajmë ekonomikisht. Cili do ishte sugjerimi? Si mund të bëhet më mirë?
Ajo që ne po mundohemi që të sugjerojmë dhe të shtyjmë përpara edhe me komunitetet është që të ketë këtë ndërveprimin. Pra, jo vetëm ndërveprimin në shkëmbimin e eksperiencave dhe punës që ne bëjmë me njëri tjetrin, por edhe për mënyrën se si i qasemi komuniteteve, njerëzve që janë të interesuar për fushat e ndërveprimit, që do të thotë do të mundohemi që të kemi një koordinim të zhvillimit të aktiviteteve, një kalendar të përbashkët ndoshta të aktiviteteve që mos i bëjnë konkurrencë njëra tjetrës. Që të mos jenë konkurrente, po të jenë ndërvepruese dhe bashkëpunuese. Kjo është e para. E dyta, nëpërmjet të dhënave që kemi dalë, që kemi, domethënë tani me studimin, do mundohemi që aktivitetet që planifikohen të jenë me një planifikim më të mirë për impaktin që ato kanë tek njerëzit që marrin pjesë. Dhe ajo që tha edhe Silva, ndoshta një investim pak më i ulët tek sipërfaqja. Sepse investohet shumë për marketingun, për dukjen, për aparencën dhe ledi shumë i madh. Ose janë foto që do publikohen në rrjetet sociale. Po, tek fotografit, tek Instagram, dhe më tepër ndoshta tek brumi që tek agenda, metodologjia. Shpenzoni më shumë për moderatorët pra është. Kjo nuk është e mbështetur nga studimi. Jo, bëj shaka. Por një gjë që do doja që ta shtoja tek ajo që po thoshte Lorena është që duhet kuptuar diçka. Për shumë njerëz ne tani po kalojmë një revolucion të katërt industrial, nëse mund ta quajmë të tillë, dhe në momente të tilla që kanë ndodhur dhe më herët, ekziston një lloj gapi mes atyre që mund të një lloj boshllëku mes atyre që mund të ofroj universiteti, mes atyre që mund të ofrojnë dhe kompani shumë të mëdha, pikërisht sepse që ti të reformosh dhe të ristrukturosh ente shumë të mëdha është e vështirë dhe do kohë. Është një maune që nuk e merr kthesën. Po, nuk e merr kollaj dhe është mirë që nuk e merr kollaj sepse ne i duam ato që të jenë struktura të qëndrueshme. Nuk duam të ndryshojnë shumë shpesh, për ndryshe nuk planifikojmë dot në terma të gjatë. Por në këto momente hapësirat informale të mësuarit janë shumë të rëndësishme. Domethënë mund ta imagjinojmë të njëjtën gjë kur nuk e di para 40 vitesh kompjuterat e parë dhe sistemet operative po ndërtoheshin nga garazhet e njerëzve. Pra këtë gjë e kemi parë ose në hapësira post rënies së komunizmit në Berlin etj ku ti kishe njerëz nga artet, nga teknologjia të cilët bashkëpunonin dhe kanë krijuar gjëra të reja. Dhe prandaj pikërisht në këtë moment është shumë e rëndësishme që njerëzit të riaftësohen dhe të jenë gati për atë që po ndodh dhe hapësira shumë të mira që mund të bëhen këto gjëra pa pengesat që janë të rëndësishme për institucionet, janë pikërisht krijimi i eventeve grassroots nëpërmjet komuniteteve dhe nëpërmjet gjërave të tjera. Dhe ne duam që një njeri tjetër që do të krijojë një komunitet të vet, një adoleshent, një i rritur, nuk ka rëndësi, të ketë një piknisje. Prandaj studimin e do bëjmë open source, kushdo do të mund ta lexojë raportin në fund kur ne do ta publikojmë dhe kushdo do të ketë një qasje sistematike nga të nisi. Dhe urojmë që t'ju shërbej atyre që janë pjesë e këtyre komuniteteve dhe të reflektojnë pak edhe për përmbajtjen, se u vlen shumë të rinjve dhe të ardhmes së teknologjisë në Shqipëri. Shumë faleminderit. Me në studio ishin Lorena Gjana, koordinatore e C4 Communities, e Silva Bashllari, gjithashtu kërkuese shkencore. Urime me masterin në Torino siç më ndesh. Kur të mbaroj. Shumë super. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mbar. Do kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.